Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthyem në studio në emisionin e mëngjesit ditë e re. Është koha tani për të vijuar me temën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. Me neve në studio në emisionit të mëngjesit kemi nderin dhe kënaqësinë që këtë mëngjes të kemi krye'imamin e Bashkësisë Islame, Zotri Ali Bardhin, për të folur për temën dhe nisjen e haxhinjve. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjesi, selam aleikum gjithëve, ju përshëndes. Faleminderit edhe për ftesën. Faleminderit edhe juve. Na tregoni pak si po shkon përgatitja për këtë sezon për haxhiler. Po, njoftimet tashme, sidomos nga koha e pandemisë së këtej, jepen qysh më herët njoftimet për të regjistruar në haxh, pasi është rritur numri i haxhive në përgjithësi në botë, dhe kjo ka bërë që ta vështirësoj pak situatën në këtë drejtim, dhe kështu që në Ballkan institucionet e fetare, bashkive fetare e kanë ekskluzivitetin e kryerjes së haxhit, ndryshe nga umret, të cilët e kryejnë agjencitë të ndryshme gjatë kohëve të tjera, dhe Bashkitë Islame për të siguruar natyrisht edhe me parë edhe për të menduar më herët, i përcaktojnë njoftimet qysh më herët. Domethënë njoftimet kohët e fundit, sidomos të 2-3 vitet e fundit, jepen shumë më herët. Andaj është edhe mundësia më e madhe që njerëzit, ata të cilët duan dhe kanë vendosur me shku, kështu që janë të njoftuar qysh më herët. Pra, përgatitjet si thamë na kanë filluar qysh më herët, janë nxjerrur vizat nga Bashkia Islame në Malin e Zi me shihati, pra që ka një po të thoya një institucion i cili merret me çështjet e haxhit, natyrisht në koordinim me gjitha bashkitë islame apo mezhliset në rajon, pra në 14 mezhlise. Natyrisht edhe nëpërmjet mediave dhe informacioneve elektronike që mund të bëhen, domethënë nëpërmjet faqeve zyrtare dhe nëpërmjet faqeve të ndryshme publike. Pra, gjitha këto janë bërë përgatitje dhe ata të cilët ju ka bërë Zoti rrezik të jenë pjesë e haxhit këtë vit, domethënë kanë një mundësi të tillë që të shkojnë. Sa besimtarë nga Ulqini janë bërë këtë vit për nisjen në haxh? Po, këtë vit nga Ulqini janë 31 haxhiler kandidat, ndërsa në rang shteti janë 200. Pra që do të thotë që është një pjesë e madhe, pra nga Ulqini, të cilët këtë vit do të marrin pjesë në haxh. Po cilët janë ato përgatitje logjistike ndoshta që bëhen nga Bashkësia Islame për sa i përket për të ndihmuar haxhilerët për nisjen dhe për përgatitjen për atë rrugë që do të bëhen? Po, si thosh, përgatitjet kanë filluar qysh më herët, sepse ka edhe një procedurë për të arritur deri te kjo fazë, deri te nisja. Pasi si thash janë përgatitje të ndryshme, regjistrimet, kërkesa e vizave për çdo person tek e kështu me radhë, dhe në të njëjtën mënyrë domethënë përgatitjet që bëhen nga organizatori, natyrisht bashkërisht me mezhliset, dhe gjithë mezhliset bajnë ato përgatitjet e veta për sjelljen me autobus natyrisht në kuadër të këtij çmimi, të cili e pagun për veten e vet. Dhe këtë vit ata domethënë do të nisen nga Podgorica në bazë të informacioneve, nëpërmjet aeroportit të Podgoricës, dhe do të shkohet direkt në Arabinë Saudite, pra në Xhide, pastaj do të shkohet në Mekë dhe më pastaj në Medinë. Pra pas kryerjes së ritualit të haxhit, atëherë mos i do të kalohet në Medinë, në xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe shumë vende të tjera ku ka pa ushtruar, domethënë aktivitetin e vet fetar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Cilat janë ndoshta edhe ato sfida që ju si Bashkësi Islame përballeni çdo vit me përgatitjen e haxhilerëve? Po sfidat janë të ndryshme, por si të thosh ndoshta më shumëtit për
kur bjen fjala për të moshuarit. Sepse siç dihet rituali i haxhit nuk është, domethënë, është rituali i veçantë në krahasim me kushtet e tjera të Islamit, për shembull. Nëse do të nisemi për namazin apo ritual tjetër si agjerimi, për shembull, këta janë që bëhen, domethënë, i bën personi në mënyrë fizike vetë, domethënë. Por zeqati, për shembull, është që kryhet me anë të pasonisë, ai i cili e ka. Këtë pasoni është i obliguar. Kurse haxhi është edhe ritual, domethënë, shpirtëror, i cili bëhet me anë të trupit, pra me anë të ti personalisht, por edhe nga ana tjetër që duhet të ketë edhe anën financiare, që duhet ta plotësoj. Pra kur e plotëson anën financiare, dhe natyrisht e plotëson edhe anën nga ana shëndetësore është në rregull, domethënë nuk ka probleme edhe psiqike e gjitha ato, atëherë domethënë është i vetë në obligim e kryerja e haxhit. Natyrisht për ata personat të cilët nuk kanë mundësinë shëndetësore fizike tashti, po kanë mundësinë nga pasonia, atëherë ata duhet të çojnë dikën bedel pra. Por më së shumtit, domethënë ajo që ndeshin të organizatorët tanë, domethënë që përcjellen për çdo vit, është më së shumtit për njerëzit të cilët kanë moshë tym, edhe që nuk munden me lëviz. Por për këto, edhe për këto ka zgjidhje, domethënë, sepse janë atje ato karrocet e ndryshme të vogla, të cilat e kryen ritualin me te, dhe domethënë kundrejt një pakese të vogël të cilat domethënë bëhet tavafi, bëhet përshkrimi i saj dhe merves 2 kodrave, domethënë, gjitha këto domethënë mund kryhet, por sa i përket mandej organizimeve të tjera të cilat domethënë, të cilat nuk janë pjesë e obligimit e rukneve, do të thoja, edhe kushteve të haxhit, por që janë më shumë për të njoftuar me historinë islame, për të njoftuar me historinë e pejgamberit alayhis salam, rrjedhën e islamit ndër këto vite, domethënë organizatori organizon edhe vizita të ndryshme, domethënë vizita të ndryshme në Mekë, domethënë jo vetëm domethënë kryerjen e haxhit, por ka edhe shumë vizita të tjera, të cilat këto të moshumit e kanë shumë më të vështirë, por gjithsesi nuk është obligative për kryerjen e haxhit. Cili është ai mesazh shpirtëror që përcjell haxhi për muslimanët që janë vizitor për herë të parë atje? Po, natyrisht që gjithë ata haxhilerë të cilët përgatiten, sepse është një adhurim, një ibadet, një ritual, po e themi, i cili don përgatitje. Domethënë, ai person i cili ka vendosur të shkojë këtë vit, domethënë e para punës është i përgatitur shpirtërisht, por fizikisht edhe materialisht. Pra duhet të 3 komponente, do të thoja, të mlidhen tek një person i cili po niset dhe është kandidat për haxh. Kështu që ai si fillim, domethënë ai nga këto ndjenja e tij shpirtërore është shumë e madhe. Pasi edhe ne organizojmë to edhe duan e haxhive, kemi edhe ligjërat me të cilat kushtuar haxhive që do të jetë domethënë me 28, pra do të jetë duaja e haxhive në xhamin e Pinjeshit në kohën e ikindis, pra domethënë në ora 5. Pas dreke, do të. Kështu që ai person i cili vendos të shkojë në haxh, domethënë ai anën shpirtërore përgatitjet e tij veç i ka fillu, qoftë me lexim, qoftë me informim e kështu me radhë. Por natyrisht përballja atje kur shkon me mallshtinë e Qabës është një e veçantë tjetër. Është e veçantë për të pa se ku kanë qëndru pejgamber si Hazreti Ibrahimi edhe Ismaili, natyrisht edhe si pasardhës i tyne, Muhamedi alayhis salam. Sepse nëse shohim nga Ibrahimi, të gjithë pejgamberët e tjerë janë të vendosur në vendet e tjera. Por nga Ibrahimi deri te Muhamedi alayhis salam, në Mekë nuk ka pas më pejgamber. Dhe Muhamedi alayhis salam është produkt dhe i lutjes së Ibrahimit dhe Ismailit. Siç e shohim në Kur'an, në surën Bekare,
ku Allahu xhaleshanu thotë dhe kur mori që të ndërtoi Qaben Ibrahimi së bashku me djalin e vet Ismailin, ju luten Zotit, Rabbena vej'alna muslimin leke, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lek. O Zot na ban prej atyne muslimanëve, atyne të devotshëm, atyne që janë dorëzu ty dhe bona atë ummetin ton që të jetë i devotshëm edhe i përkushtuar edhe vazhdues o të alejna dhe i ban Allahu xhaleshanu tobe dhe pastaj thot Rabbena ve ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alehim. O Zot dërgoje në mesin e tyne, në mesin e atyne që kanë marrë një pejgamber, një dërgum, i cili ka më mësu atyne fjalën e Zotit, ka më mësu hikmetin, ka më mësu urtësinë, ka më pastru ata. Pra, në gjitha këto domthon çapja ka mështinë vet, qysh në start domthon qysh në kohën e Hazreti Ibrahimit, natyrisht që ka mendime që ka ekzistuar edhe më përpara, qysh në kohën e Hazreti Ademit. Por ajo që e ban të veçantë domthon sepse ti shef një vend dhe hyn në atë ndjenjen dhe atë mendimin, si më thënë, meditimin që aty kanë qëndru Hazreti Ibrahimi, Ismaili, natyrisht Muhamedi a.s. E kështu me radhë sakrificat që ka Haxheria, bashortja e Ibrahimit, kur qëndron nga ai moment kur fëmia i saj po meste pa ujë, dhe ato lëvizjet që bën nëpërmjet sajës së merves. Pra gjithë ato janë ato, si më thonë, ato ndjenjat cilat e përshkojnë besimtarin. Natyrisht edhe rituale të tjera. Pra, gjitha këto e bajnë që njeriu, domthon ai kandidati haxhiu, të ndihet në mënyrë të veçantë dhe në një mënyrë shumë të veçantë nga vendet e tjera. Dhe aq më shumë kur shef edhe nga gjithë bota, shef edhe pa dallim si besim, që është pa dallim race, etnie, komësie. Pra nuk ka dallim, as i zjo, nga i bardhi, as i kuqi, as i verdhi. Të gjithë janë të njëjtë. Të gjithë janë të njëjtë. Përveç saj, është edhe interesante sepse të gjithë kanë edhe një petë, një qefin, po thoja. Dhe aty qoftë i pasën apo i varfën, gjithë janë të barabartë para Zotit. Pra, të qonë në mendimin që njeriu, domethënë, kështu do dalë edhe para Zotit. Dhe para Zotit do dalin gjithë njerëzit. Pra të krijon gjithë ato mendime, se çfarë na pret në botën tjetër. Kështu që besimtari natyrisht edhe përveç saj dhe pastrohet domethënë shpirtërisht, siç edhe ka premtuar pejgamberi alayhis salam, si na ka thënë në shumë vende, që ai i cili e kryen haxhin, domethënë me përpikmëri, përkushtohet atij dhe natyrisht ban tope dhe nuk i kthehet më gjinave më pashme, është sikurse të ketë lind nga nëna, domethënë i pastër. Të gjitha ato rituale, të gjitha ato lutje të bëhen atje. Si duhemi të jemi kur kthehemi nga i vendi shenjtë? Natyrisht që haxhi një herë në vetë çdo person e ka obligim. Bile pejgamberi alayhis salam edhe një herë ka kryer, 2 herë mund. Domethënë nuk e ka kryer më shumë sepse edhe koha ndoshta kishte kryer më tepër, po ka qëndruar edhe mundësia se mos e ndron edhe jetë. Ajo që kërkohet natyrisht jo vetëm për haxh, po për çdo ibadet. Kërkohet edhe për agjerim. Që të jemi të pastër të mundojmë. Por natyra e njeriu vetë është një krijesë, siç e quhen insan, që vjen për fjalës nesie, me harron. Njeriu domethënë ne jemi dëshmitar në shumë raste, për shembull, në funerale, në xhenazet ndryshme. Pra domethënë e vendon për shembull të afërmin e tij, për shembull në varr dhe domethënë çdo gjë është bëhet si rutinë dhe nuk ka, si më thon, një shmenin do thoya si përpara, si shumë para shumë viteve. Ndoshta edhe koha dhe shpejtësia e jetës e ka bën një gjë të tillë, por që
Njeriu në fakt gabon, njeriu domethënë duhet vazhdimisht që të pastrohet ta majë veten e tij në nivelin e duhur, që ai vazhdimisht për gjithë ato mëkate gjinoha që bën, domethënë, kuptohet mëkate pa dashje Zoti inshallah, domethënë patjetër që i fal, por mëkate gjinoha të cilat mund t'i bëjnë për ndonjë lëshim apo për ndonjë arsye tema, apo për ndonjë motiv që mund të jetë i dobët apo diçka tjetër. Dhe për këto domethënë kërkohet që t'i bëjmë tobe Zotit, jo vetëm këtu, po kudo që ashtu, por natyrisht që të shkohet në haxh, pra të vizitohet Allahu xhaleshanu, të vizitohet vendi ku është shpallja dhe vendi ku është shtëpia që është ndërtuesi si Qabe për qysh në kohën e Hazreti Ibrahimit ka një veçanti të madhe. Prandaj ai person i cili kur ta kryen haxhin dhe kur të kthehet në vendin e tij, duhet përcjellin mesazhet më të mira. Duhet të jetë vetë i mirë, duhet t'i lejsh disa gjërat nëse i ka bën, disa mëkate gjinoha nëse i ka bën më përpara. Ai duhet të largohet prej tyne, sepse në atë formë domethënë ka edhe kuptimi edhe të metet emri i tij siç i kena thënë vendin tonë Haxhi. Pra një personi kur i kemi thënë Haxhi, natyrisht që e ka rujtat atë emërtim. Kjo do të thotë se besimtari i cili e merr këtë, po themi, si titull do të thoje, megjithëse nuk ekzistojnë shumë tituj në Islam, kështu si më thonë, janë më shumë për shembull imami, muezini, këto për shembull janë domethënë, por që s'mohen do të thoje gati si punë tituj janë, por në këtë rast për shembull një person që fal namaz ai nuk merr ndonjë titull, domethënë, ai merr shpërblimin te Zoti. Kështu që është një prej ibadeteve, një prej adhurimeve. Por ajo që në vendin tonë, domethënë se duke ditë sakrificën edhe vujtjen e madhe, sepse përpara nuk ka qenë lehtë me shku në haxh. Njerëzit janë kur janë nis, kanë siguruar herë familjen, edhe pastaj mësnai kur janë nis për këtu kanë vanu ndoshta 2-3 muaj me shku. Kanë qenë kushtet shumë të vështira. Domethënë mund të ketë përdorur transportin ujor, për shembull, anije të ndryshme deri në një vend caktuar, po më pas është pjesa ku është shkretina. Mandej duhet sigurohet edhe rruga, sepse ka pas edhe shumë kështu cupa të ndryshme të cilat kanë qëndruar për zona të ndryshme gjatë udhëtimit të haxhit dhe njeriu, si më thënë, nuk e ka pasur sigurinë. Përveç asaj, nxehtësia e madhe, ndoshta shëndeti, edhe shumë njerëz ndoshta ata kanë ndruar jetë atje që ne sot nuk kena informacion për ta. Pra domethënë, ose gjatë rrugës kanë ndruar jetë. Pra domethënë e ka vështirësinë e vet, domethënë, kryerja e haxhit. Duke qenë sepse e dim që kohëve të fundit ka ndodhur një rritje e ndjeshme e kostove të udhëtimit dhe akomodimit për haxh. Si ndikon kjo tek besimtarët dhe ato që dëshirojnë ta kryejnë këtë rrugë dhe këtë obligim? Po shiko, në bazë të statistikave që kemi, edhe kur ka qenë, do të thoja, standardi me i ulët edhe, do të thoja, edhe çmimi me i ulët, e njëjti numër ka qenë. Do të thonë, kjo për personin i cili ka arrit kushtin që të shkojë, domethënë, edhe në atë kohë dhe në këtë kohë pak a shumë është çështje burset dhe standardit kjo, si më thonë. Nëse dikur ka qenë, do të thoja, 2.000 diçka euro, sot është 6.000 diçka për shembull, ka qenë në atë kohë. Por edhe në atë kohë kanë qenë vështira që të sigurohen aqe të holla. Natyrisht që kjo bën të vështirë, sepse çdo kund, domethënë, ka kostot e veta, sepse për të shkuar për një vendit, domethënë janë shpenzime. Dhe asgjë nuk ekziston që është e falur, domethënë, në këtë drejtim. Domethënë duke filluar nga momentet e para, duke filluar nga marrja e vizave, duke filluar nga transporti, autobusi, aeroplan, trena të ndryshëm të cilët shkohet, akomodimi atje, ushqimi, taksat të ndryshme që ka gjitha këto, domethënë e bajnë atë që është shpenzim. Edhe që qëndrohet domethënë për rreth gati 18-20 ditë domethënë
haxhit tanë që planifikohet që të qëndrojnë atje. Gjitha këto kanë shpenzimet e veta. Natyrisht që kjo i penalizon ato të cilët nuk kanë, por ato të cilët nuk kanë, gjithmonë ka qenë kjo. Domethënë një pjesë e besimtarëve dhe popullit ka mund që financiarisht ta përballoj një gjë të tillë. Do të thotë kjo ka qenë gjithmonë, domethënë mos arritja. Për atë arsye është ibadet edhe që potencohet që ai person i cili e mrrin, domethënë kushtin, kuptimin, anën financiare, për të bëhet obligim. Për atë që nuk e mrrin atë nuk është obligim, domethënë nuk është prej obligimeve që duhet patjetër. Por jo gjatë jetës tij, kur arrin, domethënë mund të mbledhin të holla, ka njerëz për shkak që i mbledhin me vite, ndoshta i ndajnë për atë qëllim dhe nuk e ndjejnë, si më thon, kështu atë peshën financiare të rëndë, si më thon. Por kjo është sistemi sepse ka një kosto që shkohet nga një vend në një vend tjetër. Dhe kjo të shtje ka madhe vështirë, edhe një gjatë tjetër, sepse atje bëhen edhe investime, vazhdimisht, sepse duhet të rritet edhe kapaciteti numri. Dhe kështu që kapacitetet që ishin ndoshta para 20-30 vjetëve me kapacitetet që janë sot ndoshta janë dyfishuar shumë. Dhe vazhdimisht ka rregullime, ndërtime të ndryshme. Gjithë ato janë kosto për mi përfundu. Cili do të ishte ai mesazh që ju do t'i dërgoni të haxhilerëve që ato po nisen këtë vit dhe që kanë dëshirë ta kryejnë haxhin në Spari herë i lutem Madhe Zot që ata të shkojnë shëndoshë mirë, të kthehen natyrisht shëndoshë mirë në vendin e vet, gjithsesi, duke i lutur Allahu xhaleshanuhu që t'ju pranojë inshallah haxhin dhe gjithë këtë rrugtim që e bajnë për hir të Zotit për të vizituar Advent të shenjtë. Dhe ajo, si më thon, porosia është që ditët janë të shkurta, domethënë nuk janë shumë ditë të cilat përgjithësi, domethënë 18-20 ditë. Dhe duhet t'i vlerësojnë maksimalisht në mënyrë maksimale, të mos i neglizhojnë ato, të mos qëndrojnë dhe të thojnë hajde se po qëndrojmë këtu edhe s'po dalim. E kam fjalën më shumë për njerëzit të cilët e kanë atë mundësi. Pra të mundohen sa më shumë, sepse nga bazë të përshkrimeve që jep pejgamberi alayhis salam, namazet që janë në qabe, sidomos edhe masën edhe në xhamin e pejgamberit alayhis salam, janë namazet që kanë problem shumë të madh, sepse e vendi aty të realizojnë sa më shumë tavafe, gjithmonë me niyetin e pastër, nëse ato ka ndonjë ngushtim, po them, si rezultati i fluksit madh të besimtarëve, të mos shqetësohen, mos mërziten, të mos kalojnë në fyrje, por gjithmonë të qëndrojnë sabër haxhi, pra domethënë të bajnë durim, sepse haxhi këtë ka të veçantë. Durimi që është gjëja më kryesore. Mandej ti bëjnë planet e veta, programet e veta, mos t'i neglizhojnë, se do t'i kryj në këtë kohë, por gjithmonë sipas mundësive. Domethënë edhe sipas hapësinës që i jepet, domethënë ai duhet ta dinë me vlerësu, ta shfrytëzojnë maksimalisht. Dhe për këtë të bëjnë dua sa më shumë, të lutet Allahu xhaleshanuhu, të bëjnë tobe për veten e tyre, të pastrohen ata. Të bëjnë tobe për ne, për gjithë botën, për gjithë muslimanët, për gjithë njerëzimin në fundit. Se lutja aty në shkon tek Zoti dhe inshallah Zoti i pranon gjitha ato lutje. Amin inshallah. Dhe na treguat që falja e namazit të haxhilerëve do të jetë duaja, lutja siç është tradit, do të jetë me datën 28. Kurse nisja atyre në cilën datë? Do të jetë me datën 30 pra të premten, tamam, në rreth orës 5, me sa kemi informacion, 4-5, ndoshta deri në 6, po do të definohet të ditë ashtu. Dhe do të nisin prej Ulqinit, do të shkohet në aeroport në Podgoricë, dhe pastaj do të vazhdohet për në vendet e shenjta.
Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe bashkë biseduam për këtë temë të bukur dhe për ta i urojmë një haq të pranuar dhe një rrugtim të lehtë. Amin. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.